Diaspora shqiptare rekord historik në regjistrime për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë. Diaspora kosovare po shënon një rekord historik të regjistrimeve për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë, duke ngritur pyetjen nëse vota e saj do ndikojë realisht në rezultatin final. Deri tani, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar mbi 143.000 aplikime nga votuesit jashtë vendit, një shifër dukshëm më e lartë krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Veprimtari Ramazan Bekteshi e konsideron këtë pjesëmarrje si shenjë të një vetëdijësimi të ri politik dhe patriotik të mërgatës. Sipas tij, diaspora nuk kufizohet vetëm me remitancat dhe investimet, por kërkon të ndikojë drejt për drejt në proceset politike të Kosovës. Ai thekson se zhgënjimi në klasën politike dhe krizat e shpeshta institucionale kanë motivuar më shumë emigrantë të aktivizohen përmes votës. Ndërkohë, analisti Eduard Gashi vëren se në zgjedhjet e 7 qershorit po marrin karakterin e një referendumi mes dy vizioneve për Kosovën, një qasje emocionale dhe patriotike kundrejt një qasje pragmatike dhe zhvillimore. Ai argumenton se diaspora vazhdon ta shohë Kosovën si projekt kombëtar dhe historik. Sipas Gashit, nëse rezultati mes partive del ngushtë, vota e diasporës mund të përcaktojë mandate kyçe dhe madje formimin e qeverisë së ardhshme. Megjithatë, ai paremëron se krenaria politike nuk mjafton pa institucione funksionale dhe zhvillim ekonomik.